Tani, dalim pak të puna e sulmit kundër Iranit. Pse u sulmua Irani dje? Sepse Netanyahu e kupton që për sa kohë që Republika Islamike e Iranit do të jetë aty, Izraeli nuk vazhdon dot me projektin e tij biblik, që është mundja e Ishmaelitëve. Se sikur thash më herët, unë edhe ti për çifutët nga ana teologjike, përveç se na shohin si gojim, ata neve na shohin edhe si Ishmaelit. Domethënë bite Ismailit. Nga që ne muslimanët, domethënë Muhamedi rrjedh nga gruaja e dytë e Abrahamit, që është Haxhireja. Kur muslimanët bëjnë Kurban Bajramin dhe shkojnë në Qabe dhe presin kurban, ne festojmë festën e sakrificës së Ibrahimit me Ismailin, kur Zoti i dha Ibrahimit dash dhe i tha mos e prit djalin tënd për mua, po do presësh dashin. Dhe për zionistët në teologjinë e tyre, ata Ismailin e shohin si djalin e një sklaveje të zezë, nga që ata e tregojnë Haxhiren si grua të zezë dhe sklave, dhe thonë ne jemi pashuesit e Sarës dhe Ishakut, dhe ne jemi të bardhë dhe jemi nga dere fishme, ndërsa këta muslimanët thonë ata, këta janë bite një sklaveje. Edhe dua të them, por në mendjen e Netanyahut, për sa kohë që të ekzistoj Islami, ai e kupton që Izraeli nuk do të arrijë dot që të bëj atë projektin e tij të madh imperialist për të zhdukur gjithë popujt e lindjes mesme, mundësisht për t'i dëbuar të gjithë arabët, sikur dëbovi me miliona irakenë sirian në Gjermani dhe në Evropë, dhe për të marrë këto tokat e lindjes mesme. Dhe për këtë arsye, domethënë projekti Netanyahu që i kanë ndjekur në këto 30 vitet e fundit, ka qenë shkatrimi i shteteve arabe, që ata i shkatruan, shkatrimi i ekonomive të tyre, që ata i shkatruan, marrja e naftës dhe pasurive të arabëve, që ata i morën. Dhe prisha imazhit. Dhe tani, dhe prisha imazhit kuptohet, se muslimanët çfarë nuk i kanë bërë terroriste, ekstremiste. Edhe shumë muslimanë, shumë shqiptarë që morrejnë mua se unë mbroj Islamin, e thonë, doli ky turko-mongoli, thonë, ky mbeturina otomane, ky njeriu i Rusisë, Kinës, Turqisë dhe Iranit, sepse këto stereotipet që janë krijuar dhe se njerëzit propagandohen dhe trushplahen nga mediat për ditë. Ti hap mediat, shikon. Aty s'kan fajda. Dhe mediat janë aty për t'i programuar njerëzit, dhe shumë njerëz këta i programojnë, i bëjnë robot. Sigur i bën edhe në kohën e Covidit, ku i bindshin, i thonin, ka dal virusi, thonin, do na haj virusi, futuni brenda, thoshte Edi Rama, duhet dilni në orën 3 me 6, bëni pazar, futuni brenda më mbrapa, se po ndoj të tjash do t'u haj virusi, dhe pati shumë idiot që besonin ato që thoshte Rama. Dhe ky është ai programimi që këta i bëjnë njerëzimit. Dhe dua të them, për sa kohë që Republika Islamike e Iranit ekziston, e bazuar në mësimet e Islamit, ky është problem për zionistët, nuk është vetëm Khamenei, se duhet dish diçka, në Iran nuk ka kontroll pasurie, në Iran nuk ka para digjitale, në Iran ka sheriat, ti mund mbash $1 milion brenda shtëpisë tënde, dhe shteti nuk ka të drejtë sipas sheriatit të ndërhyjë në jetën tënde private. Në Iran ty nuk të bëjnë atë që të bën Rama, që të bën kontrollin e pasurisë, dhe kur hyn edhe del nga Rina si policia e kufirit, aty është si xhepistët e autobusit kombinat Kino Studio që të kontrollojnë xhepat. Dhe domethënë Irani është një nga vendet më të lira të lindjes mesme, dhe çfarë duan izraelitët bëjnë, duan të shkatrojnë Republikën Islamike. Sepse për sa kohë ekziston Republika Islamike, ata nuk do të arrijnë që t'i kontrollojnë dot muslimanët. Dhe duhet di me një gjë tjetër, që iranianët nuk janë arab, se ata që janë sot në pushtet në Dubai, në Arabinë, ata janë beduin, ata janë njerëz që para 30 viteve jetonin në shkretir, nomad, i morën britanikët e anglezët, i thanë hajde këtu do bëni, dhe ma ka thënë një psikolog që unë kam bërë një reportazh për Dubai TV, psikoanalista i niveli Jordan Petersonit, Ali Al Salum. Jeton në Abu Dhabi, erdhi këtu, shumë burr i mirë me mua vëlla. Kishim çka ato diferencimet kulturore, se sa do vëlla, beduinët edhe shqiptarët janë totalisht ndryshe në kulturë, edhe në të ngrënë edhe në gjitha me radhë.
Por që më thoshte vllai për këtë për gjithë situatën. Do të thonë ma tregonte që këta ishin beduin. Ma tregonte domethënë që ishin njerëz që jetonin shkretir o vlla. Do të thonë ai ishte i vetëdijshëm. Ne jemi beduin, shqyr që na erdhi nafta, që pam sy dhe hapëm syt se do ishim me deve akoma. Po hajmë McDonald's edhe shiqyr që janë amerikanët që na mbajnë pushtet. Edhe na marrin gjithë legët, na japin ca neve dhe kaq. Por duhet të them që iranianët janë tjetër popull, sepse iranianët janë persianët e lashtë. Janë njerëz që kanë qytetërim prej 6000 vitesh. Dhe përveç kësaj, Irani përbën shife se çfarë po ndodh në këto momente që ne po flasim. Nga momenti kur Izraeli sulmoi me pabesi, Irani është përgjigjur dhe po digjet Tel Avivi tani, po digjet Jeruzalemi. Irani ka bombarduar të gjitha bazat amerikane në vendet arabe. Është sulmuar Jordania, është sulmuar Arabia Saudite, është sulmuar Bahreini, Emiratet Arabe, Katari, po digjet është djegur porti i Manamos, baza e flotës 5 detare amerikane, janë djegur dhe po shkatrojnë gjitha ato anije amerikane. Iranianët kanë mbyllur kanalin e Hormuzit, dje shkatruan në Katar, në bazën Al Udaicia, të bazën e kanë djegur, shkatruan një radar amerikan që ishte syri i lindjes mesme që kushtonte amerikanëve $1 miliard. Dhe iranianët janë popullizjuar, nuk janë si arabët. Shive çfarë mrekullie kanë bërë iranianët. Kanë zhvilluar teknologji edhe pse janë në sanksione mbytëse, që nga 1979 raketat hipersonike iraniane po bëjnë namin. Dhe në këto momente, po të shohësh, Trumpi nuk ka dalë në media, ka që kur e quan nga gjumi kur ishte në datë 28 ndarka, nuk e di sa i binte 1, që i tha Netanyahu dilin konferencë për syp që thuaj edhe ti e me neve, Trumpi s'po del më, sepse Irani po bën namin, ka vrarë me qindra ushtar amerikan, në Izrael po bëhet nami edhe pse ka censur, ne shohim video që po rrafshohen lagje të tëra, dhe iranianët nuk janë si arabët, janë popull teknologjikisht shumë i përparuar, janë popull që kanë ndërtuar qytetërim. Domethënë, ti të shohësh kur nisi lufta në Ukrainë në 2022 në shkurt, Rusia po mundej nga ukrainasit. I shkuan iranianët, i dhanë dronët Shahid që u ndryshua ekuacioni i lojës. Domethënë, iranianët kanë arritur të projektojnë pushtetin e tyre në Evropën qendrore nëpërmjet ndihmës që i dhanë Rusisë. Dhe kjo është arsye pse izraelitët duan t'i mundin iranianët, sepse e din që iranianët nuk janë beduin. Unë për shembull kam vizituar botën arabe edhe këtu ku jam në Kuala Lumpur, kam student nga gjithë bota, ti shohësh këta që vinë nga vendet arabe, këta janë beduinë, shumica janë pederast, kupton, janë rrinë kështu drogohen. Kurse iranianët janë popullizjuar, popull që janë sikur shqiptarët, e disa ngjarje neve me ata apo jo. Për zotin po. Po, për shembull mua më thonë që pamjen e kam si iranian o vlla. Se unë jam esmer me sy e shil. Po. Do të thënë fiksi si iranian, biles Teheran, Tiranë. Teheran. Neve edhe të pakan edhe folku jon i Shqipërisë mesme e kemi me kulturë iraniane vlla, si Sadiu. E ka shtatin si Selvi. Është totalisht Dgjoj, Shqipëria ka patur një influencë shumë të madhe të persianizmit, nga që kultura e lartë osmane kur erdhi në Ballkan nuk ishte kulturë turke, ishin iranian. Bektashizmi ishte fe iraniane. Haxhi Bektash Veliu erdhi nga Khorasani, nuk erdhi nga Anadolli. Unë për shembull jam Bektashi. Sami Frashëri dhe Dalip Frashëri që ishte mësuesi i tij në teqen e Frashërit, ata kanë shkruar persisht. Një nga veprat e Naim Frashërit është Qerbelaja. Edhe kultura shqiptare, edhe pse shqiptarët nuk duan ta pranojnë sot, edhe kur i them këto, na thot ky që jemi turq, jemi mbeturina turke, kemi shumë kulturë iraniane. Njerëzit në Shqipëri që janë me familje shehu edhe dervishi, shumë prej tyre janë iranian. Për shembull kemi
Sheh Ahmet Shkodrën në Shkodër, që ka qenë nga shehlerët më të famshëm, ai ka qenë iranian. Kemi patur atë ministrin e Ramës, Harasani, këta janë nga Khorasani i Iranit. Kemi familjen Turdiu, janë iranian, sepse Shqipëria në kohën e perandorisë osmane, nga që ishte një nga vilajetet më të pasura, ishte vend ku vinin shumë nga këta shehlerët iranian, dhe sepse ka qenë perandori, ka qenë fjala bie si Bashkimi Evropian. Ti je portugez, po shkon punon në Gjermani, se aty është parja. Dhe ka patur shumë ngujime me iranian, edhe për më tepër bektashizmi që është instaluar në jugun e Shqipërisë, mësuesit e bektashive, shumica ishin iranian. I ke parti për shembull gratë shqiptare kur bëjnë vaj edhe kur vdes ndonjë i thon mi ti vdiqe edhe fillojnë çajin e bëjnë. Ky është vaj iranian. Shikosh se si bëjnë iranian kur thon ja Mohsen, ja Ali, të shohësh traditat që ne kemi, janë shumë të afërta. Unë shikoj te poezitë. Unë shikoj te poezitë. Për shembull, unë kam lexuar Sadiun. Kam një lloj dashurie për Persin që ka datuar që në kohët e hershme të Vegjelis. Domethënë mua kur më thoshe Persia, kur më thoshe Babilonia, kur më hape një lloj si vizioni vëlla, se kur e kisha jetuar atë. Plus kam lexuar shumë për betejën e Qerbelas. Plus jam besimtar Bektashi vëlla. Domethënë le të më thon çfarë të duan, unë si falem as varrit as gurit as si lloj gjë. Unë vetë aty e kam qetësinë shpirtërore.